Mirë se erdhët në podcastin e radhës të klinikës Zen House. Ky episod i dedikohet tetorit roz, muajit të ndërgjegjësimit të kujdesit ndaj shëndetit të gruas dhe kancerit kundër gjirit. E ku më mirë se sa një advokuese si Donjeta Zeqa mund të kishim në këto episod. Donjeta, mirë se erdhët. Përshëndetje Aurela, ju falenderoj shumë për ftesën, është kënaqësi të jem në këtë episod të podcastit tuaj. Donjeta, emri yt përmban një simbolik të jashtëzakonshme. Donjeta. Një mision brenda emrit, po përpos ti dhe një mision në jetë duke mbrojtur një kauzë shumë të veçantë për gruan. Si erdhi e gjithë kjo? Ku qëndroi pas kësaj? Një përvojë, një person, çfarë? Në fakt kam shumë dëshirë ta tregoj shkurtimisht historinë e emrit tim. Emri im ka ardhur nga një lidhje familjare që ne kemi me disa familjarë në Kosovë dhe unë kam lindur në vitin 1992 dhe ishin ato kohat e trazirave në Kosovë dhe një nga këta familjarët tanë kishte një vajzë, e ka ende, me emrin Donjeta. Dhe kur linda unë, që gjaja im më i vogël me cilën kam edhe një lidhje shumë të veçantë, i propozoj prindërve të mi që të më quanin Donjeta për një fije shpresë, për të ruajtur këtë lidhjen sa më afër. Patjetër, po edhe për shkak të situatës ku ishte, pra për të sjellë atë shpresën, lirinë brenda dy shteteve, vllazërinë. Edhe prindërit e mi pranuan, edhe më quajtën Donjeta dhe fatmirësisht të dyja jetojmë në paqe në shtetet e lira dhe në paqe, patjetër. Ndërsa sa i takon rrugtimit tim me kancerin e gjirit, historia është lidhet me maman time, sepse unë publikisht e kam treguar historinë time dhe nuk dua të tingëlloj përsëritse, por e gjithë fillesa e këtij rrugtimi ka qenë historia e mamas time. Më pas është kthyer në një mision sepse nuk është më vetëm një kauzë familjare, është pastaj një kauzë gjithëpërfshirëse sepse ti njeh njerëz të rinj, njeh familjar, kujdestar, pra që është ai termi caregiver, shumë i bukur në anglisht që ne mund ta quajmë kujdestar. Njerëz të tillë që përkrahin kauzën edhe kthehet në një mision dhe është një lloj thirrje që nëse ti nuk e bën dot, edhe nëse ke një histori familjare, duhet realisht ta ndjesh thellë që ta bësh edhe të përfaqësosh këtë kategori pacientësh. Edhe dua të them që ka qenë një rrugtim, unë mendoj që ka qenë e thënë për të bërë, it was meant to be. Yes. Sepse edhe njerëzit që kam takuar njerëz të jashtëzakonshëm, kam takuar edhe njerëz që më kanë dhënë momente shumë të vështira gjatë këtij rrugtimi, por kanë qenë aty për një arsye që unë ta nisja këtë rrugtim, ta vazhdoja dhe ta mirje këtë misionin dhe të përfaqësoj gjithmonë më shumë tek jo. Të mendoj unë ose kam dëshirë të besoj këtë, nuk e di. Donjeta, tetori roz është një muaj shumë i zhurmshëm, me shumë aktivitete, me shumë ngjyra. Çfarë është ajo gjëja që do të dëshiroje të dëgjoje më së shumti një mesazh nga ky tetor? Shumë e drejtë kjo që the. Tetori është një nga muajt më intensiv, sidomos për ne që punojmë me kancerin e gjirit. Ne këtë punë bëjmë çdo ditë, qoftë ne organizatat e pacientëve, po ashtu dhe mjekët apo të gjithë kujdestarët e shëndetësisë, të gjithë profesionistët e shëndetësisë që merren me kancerat në përgjithësi dhe në veçantë me kancerin e gjirit. Në të them të vërtetën, unë jam shumë mirënjohëse që flitet kaq shumë për kancerin e gjirit dhe nga gjitha kauzat shëndetësore, mund të themi që kanceri i gjirit është edhe një nga më të folurit publikisht, domethënë nuk është stigmatizues njësoj si kancerat e tjerë. Ajo që nuk pëlqej, mund të them, ose nuk përkrah është që është kaluar pak masa, është kthyer si një fushat marketingu ose shpesh ngatrohet me një Black Friday sales ose 8 marsi. Domethënë kanceri i gjirit nuk do të thotë ulje në disa klinika, nuk do të thotë oferta apo ato përqindjet që bëjnë secila nga këto kompani. Është gjë shumë e mirë që secila kompani e përkrah si kauzë, por duhet bërë kjo edhe përmes profesionistëve, përmes atyre që din të flasin për kancerin e gjirit, se nuk mundet kushdo që ka akses në internet dhe një kamera të dalë dhe të flasë për kancerin e gjirit, se pa dashje mund të dizinformojmë. Unë e di që e kuptoj që qëllimi është i mirë, po duhet kemi edhe kujdes me informacionin që japim. Shumë e drejtë dhe shumë e vërtet ajo.
Nga kontakti juaj i përditshëm me pacientet, çfarë është ajo që lexohet nga kontakti që juve keni? Pra ajo e pa thënë, ajo që lexohet me sy dhe pa fjalë. Çfarë është një nevojë konkrete e pa adresuar ende? Kur bën këtë pyetje më vijnë shumë gjëra në mendje, se nuk është Të lutem thuaj. nuk është vetëm një gjë, ose të paktën në perceptimin tim, jo vetëm në perceptimin tim, edhe në komunikimet dhe në punën e përditshme që un kam, por sigurisht edhe siç e theka më parë, është edhe një rast familjar, kështu që un sa herë që më bëhet kjo pyetje, automatikisht në fillim më vjen historia ime personale në mendje, gjithë rrugtimi, kështu më vjen si flash shumë shpejt në mendje. Ajo që shef në sy dhe një gruaje gjatë rrugtimit ose edhe që në momentin e diagnozës, sigurisht që është frikë, domethënë të përballesh me kancerin e gjirit, të gjitha përballen kanë një lloj frike, një pasigurie, shumë pyetje, por ajo çfarë mungon më shumë, të paktën në sistemin tonë shëndetësor në Shqipëri, fatkeqësisht, është komunikimi dhe empatia. Këtë unë kam vërejtur edhe kam dalluar gjatë gjithë këtyre viteve, për thuajse një dekade, por ne kemi bërë edhe një sondazh së fundmi, edhe një nga pyetjet ishte se çfarë të donit ju të ndryshonit në sistemin shëndetësor për këtë paciente. Ka qenë sondazh me 3 shtete, Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Dhe pak a shumë kemi dhe njëjtat problematika, por tek përgjigjet e grave nga Shqipëria ishin që komunikimi dhe empatia. Po thuajse në 80% të përgjigjeve kjo ishte një nga gjërat që ata për te gjithë ndryshimeve shëndetësore, të sistemit, të trajtimit, të mbështetjes psikologjike, gjitha këto që duhet që ka për detyrë vetë sistemi shëndetësor të jap pacientëve, është diçka tjetër që e kemi në dorë duke nisur nga stafi mjekësor, nga komuniteti, rrethi, kolegët, gjithandej është komunikim dhe empati. Por sigurisht e para kryesorja është nga ana mjekëve, sepse pacienti e dorëzon e lëshon veten para mjekut edhe i beson shëndetin, jetën, çdo gjë. Shumë e drejtë dhe shumë e ndjerë, besoj janë mesazhe dhe emocione që gjithkush nuk do ndihej fare mirë përballë kësaj situate dhe absolutisht do ishte, mendoj, një nga momentet që ti je shumë vulnerabël dhe përulësisht me sytë e shpresës duke dëgjuar se çfarë thonë ekipet mjekësore dhe mjekët e tyre. Edhe kur i di përgjigjet, në fazën kur unë u përballa herën e dytë me mamin, domethënë kur mami u diagnostikua sërish me kancer gjiri, pra unë kisha vite, domethënë isha pjesë e tashmë jo vetëm me anës personale të jetuar, por tashmë isha dhe si profesionalisht, domethënë dia shumë se më përpara. Mund të adresoje, të kuptoje, të jepje një drejtim. Po, këtë kontaktoja, çfarë vendimi duhet marrë, domethënë këshilla që unë edhe jap edhe për paciente që vinte kun sigurisht me dietë e mia, asnjëherë duke dashur të ndërhyj tek vendimet e mjekut. Dhe isha komplet e paralizuar, nuk merja dot asnjë vendim, domethënë është rrugtimi i vështirë, Aurela, nuk këtë duhet kuptojnë dhe mjekët, që ti kur shkon aty harron pyetjen që do t'i bësh mjekut, harron se ç'është e mira, ç'është e keq, ai e komplet i bllokuar. Në fakt më lejo në këtë moment të bëj një përgëzim. Unë shpesh herë për personat, për gratë që marrin dhe mbrojnë kauza të caktuar, apo jo vetëm kauza, por që shkëlqejnë, që japin autoritet vetes, që din të identifikohen, unë them, ushtofshin femrat si ty. Kështu që këtë e besoj fort dhe e besoj fuqishëm. Por edhe gra si ty që jeni gjithmonë mbështetëse dhe drejtoni edhe departamente shumë të rëndësishme, kemi nevojë dhe për gra si ty, që edhe ne nga ana jonë po flas për nga ana e shoqërisë civile edhe mund të e vërtet sa më shumë të shtohet ky numër, aq më të forta bëhemi. Patjetër. Nëse në House besojmë që mirëqenia është një stil jetese, jo vetëm një reagim ndaj sëmundjes. Dhe ajo që Zeni ofron brenda tij janë trajtimet venoze, protokollet me suplementet, pra një lloj skanimi të shëndetit ton, çfarë mungon brenda tij dhe neve mund ta plotësojmë atë, duke u bërë një bashkëudhëtar shumë i mirë ndaj trajtimit të mjekësisë klasike.
Ajo që do dëshiroja shumë është si vjen te ty kjo gjë, pra trajtimi dhe kujdesi që ti tregon ndaj vetes në mënyrë të natyrshme Donjeta. Çfarë bën ti disa zakone ose çfarë ke ndryshuar ti në stilin tënd të jetesës? Jam plotësisht dakord, mendoj që trupi, mendja dhe shpirti duhet të bashkëveprojnë bashkë që ne të jemi sa më të shëndetshëm. Duke bërë këtë gjë që unë bëj, pra duke punuar me pacientët, kam kuptuar që jetesa e shëndetshme, por edhe duke lexuar shumë, edhe duke ndjekur trajnime, Patjetër. gjitha këto më kanë ndihmuar që unë të jem më e pjekur në mendimin se çfarë i duhet trupit tim, edhe këtë vendim për të ndryshuar stilin e jetesës, unë e kam marrë këto 3 vitet e fundit, dhe ka qenë pikërisht historia e mamit sërish, se mami lidhet kudo, nënat me vërtet janë Aty ato. është më e ndjeshme. Dora e nënës është Është kudo. vërtet. Kur mami u diagnostikua për herë të dytë me kancerin e gjirit, unë vendosa që të heq dorë në një nga 3 punët që unë bëja. Edhe ka qenë një nga vendimet më të mira që kam marrë. Atëherë ishte sepse lindi nevoja, duhet kujdesesha edhe për mamin dhe nuk e përballoja më fizikisht. Por pa dashur kisha përfunduar duke bërë një jetesë shumë të shpejt, që nuk më dilte koha as të ushqesha në mënyrë të shëndetshme, pavarësisht se në atë lloj stil jetese unë mendoja që po shmangja këto Që ishte duke ushqimet bërë më të mirën e mundshme. Po. Mendoja që edhe kur merja për shembull, merja një sanduiç, jo një sufllaqe, merja ti që ka vegetariane, jo mundohesha në ato ushqimet e shpejta që unë merja, por nuk është vetëm tek ushqimi, është si një paketë, sepse ti duhet edhe të merresh me ndonjë sport ose aktivitet fizik. Në rastin tim unë bëj ecje, nuk është se merr me sporte të tjera, fatkeqësisht ende s'kam arritur të gjej kohën që të merrem edhe me sport. Por kam nisur po ashtu sepse unë futem edhe në një kategori risku për të prekur nga kanceri i gjirit me gjithë ato histori familjare, sepse përveç mamit unë kam edhe 10 raste të tjera në familje me kancer gjiri, dhe jetesa e shëndetshme dhe mënyra se si ne kujdesemi për veten tonë, për trupin tonë, është faktor kyç, sidomos në kancerin e gjirit. Nuk mund të them që jetesa e shëndetshme e parandalon kancerin e gjirit, sepse kanceri i gjirit nuk mund të parandalohet, ose nuk mund të flas për parandalim përmes ushqimit, por ndihmon në shumë faktorë të tjerë. Ajo çfarë unë kam parë tek vetja ime, përveç se kam humbur shumë kile, edhe kam përmirësuar, mundohem me gjumin, cilësinë e gjumit, në momentin që kur fle gjum, pavarësisht se për profilin tim është pak e vështirë, sepse historitë e pacientëve sado nuk të bëjnë shumë të ndjeshme, domethënë nuk është, ka disa histori që janë vërtet të rënda, por mundohem që momentin kur mundohem ta bëj si paketë të plot në ushqime, në gjumë, në ecje, pra janë gjëra që nuk kanë kosto. Donjeta, nëse do doje që ta përmblidhje në një këshill të vetme, duke u bazuar pak edhe nga statistikat si kanë ecur së fundmi, që ju keni një informacion shumë të detajuar mbi statistikat e prekshmërisë, sa gra preken në vit, dhe ajo çfarë nëse do ta shkëpuse si një këshill direkte në një fjali të vetme me zakonet e tua, që ishin ushqimi i shëndetshëm, gjumi cilësor, aktiviteti fizik, të ecësh nuk kushton, s'ka kosto fare, kështu që nuk ka justifikim që s'ka mundësi ekonomike mund të ecësh, mund të vraposh, sidomos kjo kategori pacientësh, jetesa e shëndetshme është thelbësore, edhe sidomos kur janë edhe në kimioterapi, edhe vetë mjekët i këshillojnë që të bëjnë një jetë sa më të shëndetshme. Donjetë e dashur, në të gjithë elementet që ti preke deri tani, kjo është një stil jetese si zeni. Pra me këto kujdeset e vogla në përditshmërinë tonë, tek ushqimi, tek aktiviteti fizik, tek ato suplementet, pra e gjithë kjo është në thellësisht një stil jetese zen. Ajo çfarë do dëshiroja në fakt të dija është që ti je një person i cili je pjesë e konferencave shkencore. Absolutisht përcjell realitetin e saj në Shqipëri, ku juve sapo keni mbyllur në muajin shtator një konferencë shumë të rëndësishme, që keni bërë bashkë në një tryezë të rumbullakët, mjek, ekspert të fushës, statistika dhe studime. Për te mjekësisë klasike,
Sa ka nevojë ndihma emocionale në të gjithë këtë udhëtim sfidues kur gratë përballen me kancerin kundërgjyrit? Ndihma emocionale është edhe një nga faktorët kryesor në gjithë rrugtimin. Pra nëse kur themi sapo diagnostikove me kancer gjiri, ke këtë skem trajtimi, do ndjekësh këtë, ke edhe këtë. Dhe pjesa emocionale, mënyra se si komunikohet, çdo pacient ndryshon nga një pacient tjetër. Mund të kesh qenë gjatë gjithë jetës tënde një njerëz shumë i fortë që ke përballur sfidat që të ka sjell jeta në mënyrën më trimërore të mundshme, por varet se si mund të përballesh me diagnozën e kancerit gjirit. Prandaj mbështetja emocionale është shumë e rëndësishme. Unë kam parë vetë se ndonjëherë duket klishe në jetën e përditshme nëse ne themi që duhet mbështetje emocionale, optimizëm për të kaluar këtë sëmundje. Ndonjëherë shumë njerëz ma kanë marrë dhe si klishe, por unë kam parë raste reale të vërteta se si mbështetja emocionale ndryshon komplet mënyrën se si ti lufton sëmundjen. Ose ka pasur raste që kjo mbështetje emocionale një nuk je vetëm, një komunikim shumë i qartë, por edhe shumë empatik, edhe që të kesh emocione reale për të jesh dhe i vërtet me pacientin kur i tregon gjithë rrugtimin që do të ndjeki. Këtë e vlerëson më shumë pacienti, sepse pacienti do që ti të jesh i vërtet, do që ti të jesh ta mirë kuptosh edhe të jesh i qartë në atë që i tregoni, i thua se çfarë duhet të bërë dhe si ta përballosh. Me vërtet, sepse pacienti, ne njerëzit, jo duam, por ne njerëzit e kemi shumë të rëndësishme ta ndjejmë vërtet atë çfarë na thuhet përballë, besoj. Në fakt do të dëshiroja të kalonim jo në një drejtim tjetër, po nga aty ku fillojmë edhe njohim veten, pra për vajzat e reja, për vajzat e vogla që janë në rritje e sipër. Çfarë do dëshironit të linit në mendjen e tyre disa gjëra, si të pranojnë veten, si ta njohin veten e tyre dhe trupin e tyre ta respektojnë si një tempull. Pra janë disa gjëra që duhen bërë patjetër, që ti t'jesh sa më e fortë, që ti t'jesh sa më e përgatitur. Çfarë janë ato këshillat që neve duhet i respektojmë kundrejt kësaj kategorie që është në rritje dhe në zhvillim? Më pëlqen shumë kjo pyetje. Mendoj se e gjithë baza e edukimit, qoftë për shëndetin, por edhe sigurisht edhe për çështje dhe hallka të tjera, të gjitha asaj që ne quajmë jetë, nis me arsimimin. Edhe edukimi shëndetësor, të jemi të sinqertë që don pak në Shqipëri dhe mendoj që edhe arsimi, edhe shëndetësia janë dy shtyllat e një shteti, të një vendi, sidomos një vendi si ne që aspirojmë edhe të futemi në BE. Aksesi ndaj informacionit, së fundmi ne e dim tashmë është kudo, por nuk është gjithmonë i filtruar. Edhe ndonjëherë marrim ndoshta informacionet e gabuara, qoftë edhe për shëndetin ton, për trupin ton. Trupi i një femre është, ashtu siç e përshkruajt dhe ju, realisht është një tempull, por nuk duhet ta trajtojmë trupin ton me turp ose me ndroj, sepse ende janë disa tabu, nuk mund të them që ka ndryshuar shumë realiteti në cilat gratë tashmë jetojnë. Me cilën neve jemi rritur. Absolutisht. Ka ndryshuar, unë e shoh tek brezi i ri, po ashtu edhe motra ime është brez shumë i ri dhe unë i shoh ndryshimet e mënyra se si unë jam rritur dhe se si ajo po rritet. Gjithsesi ka ende një ndroj për të mësuar dhe për të kuptuar trupin tënd, sepse nuk mjafton vetëm të mësosh disa gjëra a priori, duhet dhe që ta njohësh trupin tënd, sepse vetë diagnostikimi në rastin e kancerit të gjirit është kur ti prek dhe bën atë kontrollin tënd çdo muaj të vazhdueshëm, prek gjinjtë tu për të kuptuar, pra ti duhet ta njohësh gjirin tënd në mënyrë që të kuptosh nëse diçka e pazakontë po ndodh me gjirin tënd. Nëse ti nuk e ke prekur dhe nuk e ke kuptuar se si ke gjin tu dhe se si a ka ndonjë gjendër apo jo, nuk ke si ta kuptosh më vonë pastaj nëse të del ose jo një gjendër dhe do duket si diçka normale. Kështu që në këtë rrugtim për kancerin e gjirit, sigurisht që njohja e trupit tënd është shumë e rëndësishme
Në fakt dua që edhe të përfitoj pa nga rasti, sepse e them kudo në çdo mundësi që më jepet për të folur publikisht, është që edukimi shëndetësor mbi kancerin e gjirit duhet jenë më të hapur për ta përfshirë jo vetëm për kancerin e gjirit, dhe për kancerat e tjerë që të gjithë lidhen me trupin, edhe flitet shumë pak me shëndetin, flitet shumë pak për kancerat në shkollë. Do doje Donjeta të ndryshoje urgjentisht në sistemin apo kulturën e kujdesit shëndetësor nëse ti në Shqipëri, nëse ti do të kishe një shkop magjik, në cilën gjë do të merreshe së pari? Më vijnë prapë 3 gjëra në mendje ose më shumë. E para që do ndryshoja sigurisht është që të ketë trajtim për të gjithë onkologjin, për gjithë kancerat, të jenë të gjitha llojet e trajtimit, të rimbursueshme sigurisht, për çdo pacient me kancer. Do të thënë kjo është e para, është për overall survival, për mbijetesën e përgjithshme. Por pastaj nuk mjafton vetëm kjo, sepse në botë flitet për quality of life, për cilësinë e jetesës, pra nuk është vetëm mbijetesa, por është dhe cilësia e jetesës. Pra shkon e gjitha si paket, domethënë duhet të kesh mbështetje psikologjike, mbështetjen emocionale që folëm. Patjetër që duhet të ketë programe edhe për jetesën e shëndetshme, se si tu ushqehesh, sepse jo të gjithë pacientët mund të marrin një regjim ushqimor, varet nga situata që secili pacient ka. Pastaj ka pafund. Ka shumë gjëra që duhet përmirësuar. Ky podcast në fakt Donjeta është nga ato podcaste që patjetër do mbetet gjatë në memorien time. Jo vetëm sepse ju jeni mikja ime, por ajo çfarë dua të ndalem Donjeta është koha që shëndeti i gruas të mos jetë më një temë fshet, por të jetë në një prioritet në të gjitha dimensionet, një prioritet kombëtar, një prioritet për neve personal, dhe çfarë mund të ndryshojmë neve si shoqëri, çfarë mund të bëjmë neve për njëra tjetrën. Kjo duke patur parasysh se në fakt nuk i kam statistikat, po do të dëshiroja një lloj statistike nga ana juaj se si kanë ecur, si janë ritmet, si ecin statistikat, janë në rritje, në zbritje, dhe çfarë mund të bëjmë neve për të mbështetur njëri tjetrin. Unë mendoj që nuk është aq shumë e stigmatizuar, të paktën flas për kancerin e gjirit, ku edhe njohuritë mia janë më të tepërta, të flasësh për shëndetin e gruas, sepse unë shoh dallimin gjatë këtyre 10 viteve, sigurisht që nuk flitet aq sa do donim të flitej. Por ka shumë pacientë që ne i kemi drejtuar, po ashtu edhe kur na ka kërkuar media me shumë kënaqësi kemi sugjeruar kush ka dashur të flasë për historinë personale të saj, ne kanë bërë. Unë mendoj që nëse ne e themi këtë që duhet të flasim vetëm për shëndetin e gruas, ndoshta pa dashje, po bëjmë një gabim sepse duhet të flasim për shëndetin e njeriut në përgjithësi, sidomos kur flasim për kancerin, sepse ka dhe meshkuj që preken nga kanceri i gjirit, por flitet kaq shumë pak për këtë, pavarësisht se është një përqindje shumë e vogël, ose kanceri mushkrive që prek më shumë meshkuj, por statistika tregon që kanceri mushkrive po shkon gati në ritme të incidenca është në ritmet e kancerit të gjirit, ndoshta për shumë vite dhe mund ta tejkaloj kancerin e gjirit. Kështu që mendoj që duhet flasim më shumë për shëndetin e njeriut në përgjithësi. Më pëlqeu dhe një pyetje që the se si mund ta mbështesim më shumë njëra tjetrën. Në fakt, komuniteti cilin dhe unë përfaqësoj, kam parë se sa shumë e mbështesin njëra tjetrën, dhe kur bëjmë këto focus grupet, e shoh se sa marrin si një dozë force. Vitaminash të mira, emocionale. Tamam, nëse do jepnim këtë term, është fantastik. Edhe shoh që janë ato lloj takimesh, sepse të japin një lloj boosti për ta parë më ndryshe dhe për të parë si motrat e tua. Për të pranuar që të si ndihesh vetëm më ti. mirë. Po, nuk je vetëm ti. Dhe për statistikat, dua të them që për vitin 2024, sepse statistikat dalin gjithmonë për një vit më përpara, shohim një tendencë në rritje, ka 805 raste të reja të regjistruara, kështu që unë mendoj që mund të ketë edhe më shumë, sepse mund të edhe trajtohen jashtë disa, që një vit më parë kanë qenë diku te 743 në mos gaboj, kështu që tendenca është në rritje e prekjes nga kanceri i gjirit. Flasim për në Shqipëri.
flas për statistikën në Shqipëri. Çfarë do t'i thoje sot një gruaje e cila është duke kaluar këtë sfidën, e cila është duke e parë nga gjendja e saj emocionale më e thellë, më e trishtuar, ndoshta edhe me lot në sy, çfarë është një këshill për të, Donjeta? Asnjëra prej nesh nuk e përfytyron veten ose nuk e mendon që kjo gjë do t'i ndodhi ose që do përballet, pavarësisht se të gjithave na kalon në mendje, duke qenë se edhe flitet ka shumë për kancerin e gjirit. Mundohemi që ta shmangim se bëjmë edhe këto. Se dëgjojmë, se kuptojmë. Po, ajo që doja t'i thoja çdo gruaje që përballet me këtë sëmundje nuk është vetëm. Ka shumë mënyra se si mund të gjej forcën për ta tejkaluar këtë sfidë. Nuk është e thjeshtë, është një rrugtim shumë i vështirë, por që kalohet, të bën ta shohësh jetën në një këndvështrim komplet tjetër. Unë prandaj gjithmonë dhe kur ndonjë paciente, edhe kur më marrin në telefon, jam gjithmonë, edhe mund të shkëputem nga ndonjë gjë që mund të jem duke bërë, sepse kam këtë ndjesinë që ka nevojë për një fjalë të mirë, një fjalë e mirë, një buzëqeshje, kur je paciente, ti lexon komplet edhe fytyrën, edhe mimikat e fytyrës të tjetrit. Përmend pak telefonatën, patjetër pa dhënë emra, patjetër duke ruajtur totalisht konfidencialitetin. Cila është një telefonat që ti e mban mend shumë mirë, Donjeta, që të ka goditur fort? Telefonata e parë që të vjen në mendje, për te mamas, për te asaj çfarë ti e ke përjetuar. A ka një telefonat tjetër e cila ta ka tërhequr shumë vëmendjen? Është një telefonat që nuk e di nëse duhet ta them apo jo, por është nëse ti mendon që mund ta ndajmë. Është e një prej pacienteve që shumë prej pacienteve kthehen në mikishat e mia tashmë rrethi im shoqëror është me pacientë dhe të mbijetuara. Është gjatë pandemisë ajo humbi jetën, edhe ajo vazhdon të jetë një nga telefonatat më të vështira që unë kam marrë. Sepse gjitha telefonatet tjera unë mundohem t'i kthej në frymëzim, në motivim, mundohem t'i jem pranë pacientëve aq sa unë mendoj edhe në mënyrën më të mirë time të mundshme, në kapacitetin tim maksimal. Mund të ketë dhe më mira se vë në diskutim. Por kjo është një nga telefonatat më të vështira. Përveç mamit. Unë mendoj mos do të vi më një telefonat me një lajm të tillë dhe absolutisht mendoj që lum kush ka fatin në atë rrugtim sfidues, raskapitës, të lodhshëm, të ketë fatin që ta bëj bashkëudhtimin me ty në kurimin dhe trajtimin e sëmundjes, Donjeta. Ajo që dëshiroj të ndalem pak është me atë çfarë do t'i thoje një gruaje e cila e shtyn her pas her këtë kontrollin, se s'ka problem, ta bëj tani, s'ka pse të më ndodhi mua. Çfarë do t'ishte një gjë goditëse për ato që e dëgjojnë dhe për ndjekësat tanë? Mos e shty pikë çuditse. Është shumë e vështirë, se ndonjëherë edhe për mua, unë kur bëj atë vizitën time, check-upin tim të po na kap stresi, angthi. Kam një stres një javë, domethënë. Është e kotë të thuar që nuk është e vështirë, sepse nuk ke frikë vizitën as asnjë gjë, ke frikë sigurisht përgjigjen që do marrësh. Edhe nga njëra anë është më mirë ta bërë sepse qetëson veten, sesa të jetosh me gjitha ato dilema që ke në kokë. Dhe çfarë është më kryesorja është sepse për fatin e mirë kanceri i gjirit është dhe një nga kancera që ka më shumë mundësi trajtimi, është bërë një inovacion jashtëzakonshëm në trajtim, në shkencë dhe në diagnostik dhe në të gjitha, domethënë kanceri i gjirit është i mirë mbuluar në gjitha aspektet. Kështu që kanceri i gjirit nëse kapet shpejt dhe diagnostikohet në kohë, jetëgjatësia është pak por e sigurt, kështu që edhe trajtimi do jetë më i thjeshtë, sepse nëse i them çdo gruaje që ka frikë të bëj vizitën, ose sepse ka dhe gra që e kanë ndalluar gjendrën dhe nuk shkojnë, domethënë që kjo është akoma edhe më tmerrshme, nuk e justifikoj dot këtë situatë pastaj kur ti e has gjendrën dhe nuk shkon të vizitohesh edhe ta ndjekësh se çfarë duhet bërë.
Dua t'ju them që nëse e lini atë gjëndër dhe nuk e ndiqni, dhe nëse ajo mund t'jetë kancerogjene, se mund të dhe mos t'jetë, atëherë efektet janë shumë trajtimi është shumë i rëndë, sëmundja do jetë më avancuar, edhe për familjen që ti mendon se kush do jetë, nuk po shkon ta bësh vizitën se po mendon për familjen, është më keq nëse ti nuk shkon. Do të bëja një pyetje si brenda zenit është si një formë të mjekësisë emocionale do doja. Çfarë është, ose më mirë të them, nëse mund të kthehet në një forcë vërtet shëruese solidariteti midis grave? Po, besoj fort që solidariteti është një formë shëruese. Mendoj që nuk ka ilaç më të fortë se sa kur një grua kap dorën e një gruaje tjetër, lind diçka shumë e veçantë, një lloj force, një lloj solidariteti që asnjë lloj trajtimi nuk mund ta përshkruaj, dhe nuk ka ndjenjë më të veçantë se sa të ndjehesh e dëgjuar pa u gjykuar. E thënë shumë bukur, dhe në fakt ajo që është po brenda stilit të zenit në fakt është pikërisht e gjithë moria e elementeve që juve përcollët, të gjithë veprimet që bëhen në këtë misionin tënd dhe kauzën realisht më të bukur. Jo që kam dëgjuar, se patjetër kam dëgjuar shumë kauza, po ndoshta je nga ato personat që e kam ndjekur më afër dhe ndjej veten më afër dhe më të përfshirë në kauzat. Elementet e stilit të zenit janë pikërisht këta. Ajo që bëhet me thjeshtësi, puna që bëhet me thjeshtësi, puna që bëhet me dashuri, një angazhim social gjithëpërfshirës, por që është më shumë emocional dhe zgjedhje që ti të bësh më të mirën për të prodhuar një balans mirëqenie atje jashtë, me gjithë fuqinë e kauzës që ti mbron, me gjithë fuqinë e asaj se çfarë organizata jote përfaqëson, Donjeta. Dhe unë besoje patjetër nga ato femrat që gjithkush do dëshironte të kishte mike sikur unë, po patjetër je një vlerë e shtuar për shoqërinë. Të falenderoj shumë për ftesën fillimisht dhe për fjalët shumë të mira. Këtu ka konflikt interesi se ti je mikesha ime dhe s'do t'i marrim përballë. Ka shumë persona që të njohin jo vetëm kështu si mikesh, edhe e di shumë mirë, të njohin si profesionista. Dua që publikisht të falenderoj për gjithë mbështetjen që e bën kështu pa e bërtitur, e bën gjithmonë në heshtje, edhe je aty gjithmonë për të mbështetur çdo lloj fushate që ne kemi, dhe jam mirënjohëse deri në fund. Erdhëm në fund të podcastit dhe duke shpresuar që kemi dhënë sadopak ndihmë me ato çfarë ne vendam në këtë podcast, ju uroj më të mirat. Donjeta, shumë faleminderit. Faleminderit Aurela, edhe shumë suksese në këtë që bëni. Faleminderit.